Mirëmbrëma të nderuar shikues. Gara politike dhe situata politike në Maqedoninë e Veriut sa shkon e nxehet më shumë. Jemi një javë pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve lokale në vend. Dhe ka ngelur vetëm një javë deri në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahet përsëri në vendin tonë, ku garat në shumë komuna kanë mbetur akoma të hapura, ndërkaq tensionet dhe zhvillimet politike sa shkojnë e rriten edhe më shumë. Për diskutuar më shumë për rezultatin e raundit të parë në zgjedhjet lokale, për strategjin për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, për raportet brenda partijake në Aleancën Kombëtare për Integrim, si dhe saktësisht për gjendjen politike në kampin shqiptar. Kemi nderin dhe kënaqësinë që në studio të ftuar të sonte e kemi nën kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, tani në cilësinë e përfaqësuesit të Aleancës Kombëtare për Integrim, zoti Arber Ademi. Mirëmbrëma zoti Ademi, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja. Zoti Ademi, për të filluar me pyetjen se a jeni të kënaqur me rezultatin e raundit të parë në zgjedhjet lokale, mbase do të kishte tingëlluar më tepër si pyetje ironike se sa që duhet të ishte pyetje normale gazetareske, por konkretisht si e vlerësoni rezultatin e raundit të parë nga prizmi juaj, si Aleancë Kombëtare për Integrim? A janë realizuar pritshmëritë e juaja? Jo, as pak nuk do të ishte ironike dhe nëse do e parashtroni të pyetje. Sigurisht se në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim, çfarë do rezultati që do të arrinim, do të dukej pak për arsye se gjithmonë jemi në betejë për të shënuar një fitore gjithnjë më të madhe, më të thellë, çdo herë. Prandaj pyetja është me vend e as pak ironike, ndërsa përgjigjja është se çfarë do rezultati që të korrim, neve nuk na kënaq. Gjithmonë jemi në synim të një rezultati edhe më të thellë. Po ajo çka duhet të them që të lëshohem konkretisht tash në analizën e rezultateve nga raundi i parë, më lejoni të theksoj se ne për më pak se një vit e gjysmë patëm tre cikle të ndryshme zgjedhore, zgjedhje presidenciale, zgjedhje parlamentare dhe zgjedhje lokale, pra para një jave raundin e parë të zgjedhjeve lokale, dhe në të trija ciklet e rikonfirmohet legitimiteti i Aleancës Kombëtare për Integrim. Konkretisht, nëse i shikojmë rezultatet në rrafsh kombëtar, në listat partijake, aty ku maten partitë politike, pra në listat për këshilltar, Aleanca Kombëtare për Integrim ka më tepër se 23.000 vota. Nëse i marrim parasysh kandidatët për kryetar komunash, në të gjitha komunat ku ka patur ballafaqim, jo në komunat ku nuk ka patur ballafaqim mes neve dhe oponentëve tonë, por po flas për komunat ku ka patur ballafaqim, distanca, po dallimi është mbi 21.000 vota. Nëse shikojmë edhe për nga numri i këshilltarëve në rrafsh kombëtar, në rrafsh shtetit, është dikun 40 dallimi, 160 me 120 këshilltarë. Dhe po të mbaheshin zgjedhjet parlamentare para një jave, në vend të zgjedhjeve lokale, po të kishim zgjedhje parlamentare, numri i mandatëve të deputetëve është 20 me 15 në favor të Aleancës Kombëtare për Integrim. Prandaj, po e themi se çfarë do rezultati ndryshe edhe më të thellë, përsëri do të kishte një dozë uritjeje, e etjeje tek Aleanca Kombëtare për Integrim, për të shënuar edhe një rezultat më të thellë. Mirë, po qytetarët folën qartë, kjo është verdikti i qytetarëve, rregullat e demokracisë këto janë, edhe me një vot më tepër, apo me 7 vota më tepër, sa e di është bërë një herë një kohë kryetari i Bashkisë së Tiranës, kjo është demokracia. Zote Ademi, ju në fjalën tuaj tani hyrse përmendët 3 cikle zgjedhore për një periudhë shumë shkurt kohore. Pra, atëherë Fronti Evropian garoi për president dhe presidenti nuk e fituat. Garuat në zgjedhjet parlamentare, por nuk arritët që t'jeni pjesë e pushtetit. Tani, garuat sërish në zgjedhjet lokale, por ja që edhe numri i komunave që keni fituar mbase nuk është në favorin tuaj. Mirë, nëse i referohemi zgjedhjeve presidenciale, duhet parashtrohet pyetja se me kë matemi, me kë garojmë.
ne kemi thënë se do t'jetë një dallim i madh me Vlenin, dhe ashtu ndodhi, mbi 40.000 vota. Në qoftë se i referohemi zgjedhjeve parlamentare, ju e dini se të gjithë liderët e Vlenit thanë një votë më tepër në qoftë se ka fronti evropian, ata ishin gjendje gjoja se të japin dorëheqje, madje edhe me akt të noterizuar. Dhe jo 1, jo 100, jo 1000. Po mbase ato janë më tepër fjalë fushate, sepse të njëjtën tani e tha dhe zoti Arsim Dalipi në Struk që nëse ngelet vetëm një votë, më pak duhet të tërhiqet nga gara, dhe kjo gjë nuk ndodhe në praktikë, zoti Ademi. Jo, edhe për zotin Arsim Dalipi do përgjigjim. Mirë po, me të vërtet do të ishte fatkeqësi në qoftë se normalizojmë gënjeshtrën në opinionin publik. Do të ishte fatkeqësi për neve, si shoqëri, tash nuk po flas në cilësinë e një politikani. Në qoftë se politikani nuk mban llogari për fjalën që e thot në publik, dhe ne arsyetojmë e relativizojmë se ishin fjalë fushate, do të ishte një fatkeqësi e madhe. Do të ishte një fatkeqësi. Jo, e kam fjalën sepse gjërat njëjta dëgjojmë nga dy apale. Do thotë nëse është e vërtetë që për Arsim Dalipi. Është e vërtetë se Arsim Dalipi e ka sfiduar kundër kandidatin kësaj, mirë po asnjëherë nuk ka patur përgjigje nga kundër kandidati. Prandaj, mirë po i bie që zoti Dalipi ka qenë në gjendje të jap dorëheqje nëse ngel një votë më pak. Nëse pranonte sfidën kandidati i VMR-s, zoti Qyra. Mirë po atë sfidë kandidati i VMR-s nuk e pranoi. Për hir të publikut është kandidati i pavarur që gëzon mbështetjen e koalicionit Vlen dhe koalicion qeveritar, sepse të njëjtën e ka konfirmuar nga kjo studio zoti Qyra, po thënë që pret mbështetje edhe nga votuesit e Aleancës Kombëtare për Integrim në Strug. Po zoti Ademi, për mos të fokusuar tani tek Struga, sepse do të diskutojmë edhe për komunat tjera veç, dëshiroj kështu një rezume të asaj që raundi i parë i zgjedhjeve lokale përfundoi. Çfarë mesazhi dhanë votuesit shqiptar më 19 tetor? E afirmuan pushtetin aktual apo e dënuan? E mbështetën opozitën apo i dha një mesazh që akoma i duhet kohë për të reformuar dhe për të qëndruar në opozitë? Po ta kishte afirmuar pushtetin aktual, ata me siguri se do duhet të kishin më tepër vota se sa Aleanca Kombëtare për Integrim. Mirë po është një rikonfirmim i jo legitimitetit të tyre. Pra, s'po flasim për një votë, s'po flasim për 100, s'po flasim për 1000, po flasim për 23.000 vota në rrafsh kombëtar, po flasim për një diferencë prej 5 deputetësh, në qoftë se do të kishte zgjedhje parlamentare. Ju i keni pa këtyre ditëve të gjitha mediumet, edhe tek mediumi juaj më ka rastis që të shoh tabela e votës partijake, se ku qëndrojnë partit krahasuar me 2024-ën dhe ku janë sot. Edhe radhitjen sipas shumësisë që kanë të votave, kuantumit të votave. Edhe se e qartë është situata 114.000 është më e madhe se sa 91.000. Prandaj ne flasim për një konfirmim të jo legitimitetit të kësaj qeverie monoetnike pa legitimitet shqiptarëve. Kjo është. Pra ju vlerësoni se BDI, pra AKI edhe nga të qenurit në opozitë ka ruajtur trupin e vet elektoral për dallim prej vitet kaluar. E ka rikonfirmuar se është forca kryesore politike ndër shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Atë që e kemi thënë në vazhdimsi, se ju e dini, oponentët tanë thonin po të bi BDI në opozitë brenda 3 muajve nuk do të ketë parti politike tek ne. Mirë po ja që konsistenca jonë e bërit vetën, ja që konsistenca jonë politike u rikonfirmua edhe në këto zgjedhje, çdo votë e qytetarit përbën një mesazh dhe këtu mesazhi është i qartë për arsye se 23.000 qytetarë kanë votuar më tepër për Aleancën Kombëtare për Integrim, që i bie se kjo garnitur qeverisëse vazhdon të mos ketë legitimitetin e qytetarëve. Zoti Ademi, ju po përmendni ato që ju kanë akuzuar pra koalicioni Vlen që BDI do të shuhet brenda 3 muajve në opozitë, po thirrjet të tilla të kësaj natyre ka pasur edhe nga ana juaj që ju keni thënë që koalicioni Vlen, si përfaqësues jo legjitim të shqiptarëve në qeveri, brenda 6 muajve kjo qeveri do të shpërbëhet.
Pra kaluan më shumë se një vit e gjysmë dhe akoma koalicioni vlen është pjesë përbërëse e kësaj garniture qeveritare. Kjo qeveri është në aparat e reanimimit dhe artificialisht po mbahet në jetë, këtë kam thënë edhe më herët. Po cilësoni se vdekje klinike? Po, vdekje klinike. Jo rastisht ndodhi edhe rikonstruim, zoti Taravari doli më pak se 9 muaj në qeverisje, doli e lëshoj qeverin, që është gjest për të përshëndetur që një parti politike shqiptare lëshon qeverin dhe del në frontin opozitar. Pra, janë konfirmime atyre të cilët fjalëve të cilët e kemi thënë në vazhdimësi. Edhe tash në këto momente po mbahet në aparate reanimimi, ju po i shihni plasaritjet, qarjet, madje edhe në publike, në mes partnerëve të koalicionit, po i shihni qërtimet e kryeministrit Mickovski, po i shihni se po i ka... Do të diskutojmë me një segment tjetër veçantë për pushtetin aktual dhe gjendjen aktuale. Po, zoti Ademi, ne fillimisht do duhet ta bëjmë një prognozë të raundit parë të zgjedhjeve lokale për të kaluar pasaj edhe tek përgatitja apo strategjia juaj për sondazhin e dytë, që pjesën e tretë diskutojmë edhe për pushtetin aktual natyrisht. Po, zoti Ademi, në këtë drejtim, me këtë rezultat që e kemi aktualisht, me këto numrat të cilat ju thoni, në fakt edhe numrat janë të atill që janë në favorin tuaj, por nëse flasim për numrin e komunave që ka fituar Aleanca Kombëtare për Integrim, del që nuk është në favorin tuaj ky rezultat. Dhe në këtë drejtim, ku gaboi Aleanca Kombëtare për Integrim, zoti Ademi? A u dha më shumë se sa meritonin partnerëve të koalicionit, apo ka pasur gabime të tjera? Jo, nuk besoj se është çështje zemërgjerësisë Bashkimit Demokratik për Integrim ndaj partnerëve të koalicionit. Të gjitha ata kandidatë të cilët kanë qenë pjesë e garës nuk kanë qenë kandidatë të njërës apo tjetrës parti, po kanë qenë kandidatë të koalicionit, dhe bashkarisht kemi performuar në këto zgjedhje, të rrethuar rreth një kauze të përbashkët, që në radhë të parë është kauzë kombëtare për rikthimin e dinjitetit të shqiptarëve këtu, ku në matjet opinionin mbi 80% e shqiptarëve ndihen se dinjiteti i tyre është në përkëmbur, dhe po të kishim gabuar dikund, sigurisht se ne do t'i humbim në zgjedhje dhe nuk do të dilni me plus 23.000 vota më tepër. Prandaj nuk bëhet fjalë as për gabim, nuk bëhet fjalë as për lëshim, nuk bëhet fjalë as për zemërgjerësi që ka mundur të penalizohet nga votuesit tanë, për arsye se votat në rrafshin kombëtar janë ato të cilët tregojnë diferencë. Kjo situatë është pak më kaotike dhe shkakton një mjegull në publik. Në fakt, edhe qytetarët, edhe ne, edhe ju ngjashëm, numrat janë në favorin në anën tuaj. Mirë po. Në fakt, në zgjedhjet lokale, fituesi përcaktohet edhe në listat për këshilltar me numrin e këshilltarëve, po natyrisht edhe në garën ku kanë kandiduar kandidatët me numrin e komunave që fitohen. Në këtë drejtim, Aleanca Kombëtare për Integrim nuk ka arrit ta merr numrin më të madh të komunave në Maqedoninë e Veriut, komunat që janë me popullsi shqiptare. Këtë drejtim, Aleanca Kombëtare për Integrim nuk ka performuar ashtu sa ju për të mos bërë një analizë të brendshme dhe për të detektuar në realitet se ku keni gabuar. Ju ditën e premte kishit edhe një mbledhje të kryesisë në selin e partisë tuaj, zoti Ademi, dhe natyrisht që pa paragjikuar do duhet të ishte temë diskutimi edhe gabimet e Aleancës Kombëtare për Integrim apo Bashkimit Demokratik për Integrim që nuk arritën të mbajnë ato komuna që i kanë pasur apo për të fituar dhe për të rikthyer ato që i kanë humbur më herët. Pikë së pari do duhet ta qartësojmë një gjë. Çka llogarisim vot partijake? Vota partijake llogaritet me numrin e komunave të fituar, me ndihmën e VMRO dhe PMN-s apo të tjerëve, apo me listën e këshilltarëve. Gjithkund në botë, përfshirë edhe këtu te ne, vota partijake përllogaritet me votat për listën e këshilltarëve komunal. Dhe aty është e qartë situata. Mbi 23.000 vota, 160 këshilltarë për ne, 120 për ata. Edhe mendoj se kjo u absolvua si temë. Kur jemi tek kryetarët e komunave, herët është për të nxjerrur një konstatim se sa komuna njëri fitoi e se sa tjetri, kur shumica e komunave janë në balotazh. Në shumica e komunave ende janë në garë. Pra kemi
Tetovën, e kemi Gostivarin, e kemi Vrapçishtën, e kemi Dibrën, Kërçovën, Strugën, Dollnenin, Bërvenicën, Studeniçanin. Atë flasim veç e veç, zoti Ademi, për secilën komunë. Pra, shumica e komunave, shumica dërmuese e komunave, për kryetar komune po flas. Dakor. Jo për votë partijake, po për kryetar komune, për menaxher të një komune, ende janë në garë. Sa i përket votës partijake dhe ku qëndrojmë si parti, si opcion politik, kjo është mbyllur ditën e diel, me 23.000 vota diferencë. Kjo na bën neve krenar se populli, edhe për skaj abuzimit institucional, edhe keqpërdorimit institucional, edhe për skaj blerjes masive të votës, edhe fëmijët në lagje këtu në Çajër, i kanë ditur kush sa të holla po i jep. Po, zoti Ademi, në base nëse nuk ka fakte konkrete, kjo mbeten soazat para gjykimeve. Unë mbaj llogari. Sepse këto çështje duhet denoncohen në organet kompetente. Po. Unë mbaj llogari për çdo fjalë që ja. Unë nuk jam përfaqësues i vlenit, të cilët thonë sepse bashkëvendasi juaj, zoti Arben Petaj, nga kjo studio, të njëjtën gjë e ka thënë që BDI ka bler vota në komunën e Likovës. Të njëjtën fori kemi përgjigje edhe zotit Fetaj që derisa nuk ka fakte konkrete, derisa këto janë vetëm pretendime të oponentëve politik, nuk është në base edhe korrekte të fliten në një studio televizive. Ne një gjë duhet ta dimë se qytetarin nuk mund t'ja hedhim qytetarit. Këtë që po e flasë e din gjithë në komunën e Çajirit. Po jemi bashkë dëshmitar të asfaltit elektoral, bekatonizimit gjatë natëve. Bashkë jemi dëshmitar edhe unë dhe ju të ndërrimit të dyerve të hyrjes së ndërtesave. Këtë s'mund ta mohojmë, apo? Jo. Po ju lutem. Mirë po, kjo nuk është blerje vote, sepse ju thatë se e dinë edhe fëmijët se sa parë janë hedhur. Po edhe fëmijët e lagjës, se kjo tjetra, edhe fëmijët e lagjës e dinë se nëse bën një listë me 10 votuese merr një iPhone këtu në Çajër. Po e dëgjojmë ose për herë të parë. Jo, po dilni këtu para. Këndej kalojmë. Për dyert e hyrjes ndërtesave jemi dëshmitar. Për asfaltin elektoral a jemi dëshmitar. Për begatonizimin e natës a jemi dëshmitar. Edhe për këtë, për blerjen masive të votës, jemi dëshmitar. Po çka dua të them, nuk dua që kjo të jetë arsyetim. Ajo çka dua të them, se shqiptarët përsëri rezistuan. Shqiptarët përsëri nuk u zmbrapsën. Shqiptarët përsëri Aleancën Kombëtare për Integrim e votuan më tepër. Edhe ne, pas këtyre rezultate po thojmë, hajde, pasi këta janë ndjehen fitues. I ka kapur sindromi i Gazimestanit, që humbjen e festojnë e paraqesin si fitore. Pasi ndjehen të tillë, i ka kapur sindromi i Gazimestanit. Hajde, le të shkojmë në zgjedhjet menjëhershme parlamentare. Hajde, me njëherë të organizojme në zgjedhje parlamentare. Kryeministri i vendit tha që mos ta përsërisni shpesh se mbase mund t'ju bllokohet kjo dëshirë. Po jo, po e përsërisim tash edhe një herë. Hajde me njëherë të shkojmë në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Kryeministri nëse i ka përveshje dhe i disiplinon liderët e vlenit, ka shqiptar këtu që nuk kapen përveshje. Ka shqiptar që qëndrojnë vertikalisht, që nuk i friksohen. Edhe kështu që po e përsëris edhe një herë. Hajde në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Le të dalim e të matem. Edhe përkundër këtij rezultati nga zgjedhjet lokale ju shprehni gatishmëri për dalë sërish në zgjedhje. Po pse përkundër? Po ne kemi fituar. Zoti Ademi, po ne biseduam për çështje. Kur jemi 23.000 vota përpara. Po ne, shikoni, ju ndoshta keni pas këtu në këtë studio përfaqësues shumë të vlenit, edhe mund ta keni ndërtuar një perceptim për një politikan shqiptar i cili nënshtrohet. Jo, absolutisht. Sa kemi pas përfaqësues vlenit, aq edhe ta OKI-s. Po, mirë, po si perceptim mund ta keni krijuar prej përfaqësuesve të vlenit se politikanët shqiptar rrinë ngaditur përpara kryeministit, rrinë ngaditur para ndonjë politikani Maqedonës. Unë po ju them, shqiptarët dëshmuan se nuk nënshtrohen. Po ka dhe politikan shqiptar këtu që nuk zmbrapsen. Prandaj po themi, po e përsërisim edhe një herë. Mandati duhet i kthehet qytetarëve. Ai mandat i vjedhur, ai mandat i devijuar i qytetarëve, që ju mor qytetarëve prej duarve, duhet i kthehet qytetarit, të shkojmë në zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe jo bre BDI-ja, po fituesive le të jetë në qeveri.
Edhe këta, në qoftë se mendojnë se fitojnë, po let hynë si fitues në qeveri, se është edhe një përsi psikologjike, kur në bas... partnerit. Po jo, ti kur vota përcakton ulsën tënde në qeveri, ti mban llogari më për qytetare, nuk mban llogari për kryeministrin. Nuk i rri kryeministrit gaditu, e me një këmbë. Po e din se vota e qytetarit sjell natyrës. Prandaj edhe ne po themi, fitusi, jo BDI-ja, se kur kërkojnë zgjedhjet parakoshme, këta duke ditur se janë pa legjitimitet, mendojnë ja BDI dëshiron pushtet. Jo më vëlla, fitoj zgjedhjet, futu në qeveri si fitus. Futu aty në qeveri dhe mos të disciplinohet çdo ditë, të turpërohet çdo ditë. Çdo ditë i turpëron. Madje nuk i le edhe me u prononcu përpara mediumeve kur është prezentaj. Po këtë turpënim nëse kemi përjetu as në kohën e Jugosllavisë, këtë nënshmim e përbuzje politikanit shqiptar. Dakor, zoti Ademi, le të kthehemi tek zgjedhjet lokale. Në pjesën e fundit natyrisht do të flasim edhe për pushtetin qendror. Po tani ju përmendët dhe madje na parashtruat pyetje dhe kundrejt neve që a jemi dëshmitar të asfaltit e ndërrimit të dyerve të ndërtesave në Çajir. Dhe ne u përgjigjem sinqerisht që po, jemi dëshmitar për këtë, po natyrisht që jemi dëshmitar edhe për rezultatin e zotit Mexhidi në Çajin. Si ish bashkëpartijak dhe si dy ish bashkëpartijak në BDI, a e keni uruar zotin Mexhidin për fitoren në Çajir? Në vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim i ka mbi 35.000 antarë. E tash besoj se ju nuk pretendoni se këta 35.000 antarë të BDI-s, se cili veç e veç, do duhet t'ja uroj zotit Mexhidi. Zoti Ademi, ju mbani pozicionin e nënkryetarit të kësaj partije cilën BDI-s. Unë s'kam garu për kryetar komune. Zoti Osmani ka garu për kryetar komune, dhe demokracia thot që kandidati që i humb zgjedhjet me uru kandidatit i cili e ka fituar zgjedhjet. Dhe zoti Osmani ka treguar një gjest lartë qytetarie që me njëherë ende pa u numëruar të gjitha votët, ja uroj publikisht zotit Mexhidi. Dhe mendoj se kjo temë, kjo storje këtu mbyllet. Ata 35.000 antarë nësë do të qohemi, rend të shkojmë të zjasim do. Pyeta juve nga fakti që ju jeni nënkryetari kësaj partije të cilën e keni ndarë gjatë kohës së bashku me zotin Mexhidin. Po e vërtet. Dhe në këtë drejtim zoti Ademi, nëse rikthehemi në retrospektiv, largimi i zotit Mexhidi nga BDI, nga ana e zotit Mexhidi është cilësuar si përjashtim i tij, nga ana e juaj është cilësuar si largim ose tërheqje, vetë largim i zotit Mexhidi nga BDI. Në këtë drejtim, a jeni penduar zoti Ademi që zotin Mexhidi e larguat nga BDI? As pak. Në pikë së ne nuk e kemi larguar, ajo është vetë larguar për arsye se ka patur një agent tjetër që u konfirmua, që rezultoi me nuk ishte qëllimi reformimi mbrendshëm edhe ndërrimi Artan Grupit. Nuk ishte për Artan Grupin, por ishte qëllimi me marrë drejtimin e partisë, edhe sigurisht se në BDI ne dim të vlerësojmë se kush është për lider partije, kush për nënkryetar, kush për sekretar. Dhe duke mos patur mundësin që ta realizoj ata gjendë politike, që e kemi thonë me kohë, e që u konfirmua, rezultoj me formimin e një partije të vogël marginale, si që është Lëvizja Demokratike, që ende sot e kësaj dite, paramendoni, organet nuk janë themeluar asaj partije. Po, zoti Ademi, Lëvizja e vogël, por ja që arritën të korre një rezultat që dolën fitues në Çajir, nga kjo partije vogël. Tendencat e armiqve të shqiptarëve gjithmonë kanë qenë që shqiptarët mos t'i lënë në një organizim të fuqishëm politik, të shtrirë në rrafsh nacional. Gjithmonë ka patur tendenca për të krijuar parti qytet, parti mahall, që të fragmentarizohet elektorati shqiptar dhe populli shqiptar. Ja që një betejë të caktuar, armiqët e kanë fituar, mirë po lufta nuk ka përfunduar për dinjitet dhe barazi në këto troje, në këtë shtetë. Prandaj, në këtë drejtim, këtë po e them. Me që kishte, zoti Ademi, një parakushat? Shikoni, kush sot nuk është në BDI? Kush sot nuk është në BDI? Pra figurat të cilët janë delegjitimu për para opinionit. Së fund me e keni rastin e Ramiz Merkos.
Po, këtë do ta diskutojmë. Pra ata të cilët më nuk kanë vend BDI, sot i gjenin në Vlen. Zoti Grupi nuk është në Vlen. Zoti Grupi nuk është në Vlen. Zoti Grupi nuk është, po nuk është as në BDI. shumë të tjerë të cilët janë të delegjitimuar, po flas për njerëz të cilët janë të delegjitimuar, të cilët kanë qenë pushtet për një kohë të gjatë, të cilët e kanë tepru, ju ka skadu afati i qenurit në politik, sot i kenë Vlen, me pretendimin se mund të riciklohen. Vlerësoni se koalicioni Vlen është makinë ricikluese e figurave të Bashkimit Demokratik për Integrim? Po, për zotin Mexhidi nuk ka nevojë çka të flas më tepër, sa i për 20 vite ka qenë në kryetari i BDI-s. Dhe prej BDI-s nuk ka dalë për shkak politikave, agendës politike, po ka dalë për shkak se Artan Grupi zëvendës kryeministër e personalisht ai jo. Pika e parë. Zoti Bilal Kasami ka qenë sekretar shteti në radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në Ministrinë e Ekonomisë. Ka qenë kandidat për deputet në BDI. Po flasim për dy figura të cilët sot nuk dihet se cili pretendon më tepër për të marrë drejtimin e Vlenit. Këtë drejtim, zoti Ademi, a i bie që BDI po rënohet nga figurat e saj? Jo, as pak. Sepse gjitha këto figurat të apostrofuar tani janë oponentët tuaj politik. Dy politikanët që vetëm përmendët, zoti Kasami ka fituar BDI në Tetov, zoti Mexhidi tani e fitoi sërish BDI në Çajet. Gara në Tetov nuk është e mbyllur në këtë diel. Flas në fakt në zgjedhjet e vitit 2021. Po, okay. Në vitin 2021 ka fituar, po cili ka qenë rezultati i atij opsioni politik në vitin 2021? Cili ka qenë? Diku 40.000 vote i kanë marrë në rrafsh nacional ata. Kanë qenë në koalicion Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa në njërën anë dhe Lëvizja Besa në anën tjetër dhe ju si BDI. Edhe Lëvizja Besa ka fituar në Tetov, po pajtojmë, po cili ka qenë rezultati në rrafsh nacional? A e dini? 20.000 vota i ka pas në rrafsh nacional. Në Tetov edhe në Zhelin. Pra, Zote Ademi, a i bje që ju nuk po i vlerësoni? Jo, në qësë më lejoni. Jo, vetëm që ta rumbullaksoj. Jo, vetëm që ta rumbullaksoj. Pra, o e shikojmë fotografinë në tërsi, edhe e komentojmë, o kur të marrim fragmentet saktuara, atër le ta komentojmë vetëm fragmentet. Pra, zoti Kasami në 2021 dhe opcioni ti politik në rrafsh nacional 20.000 vota i ka patër. Që e vlerësoni si parti minore? Po, minore, po s'mund të pretendosh të përfaqësos shqiptarët me 20.000 vota. Sa do që Mickoski t'jep injekcione, edhe artificialisht me të paraqit si lider në rrafsh nacional. Jo, be vëllase, rrezja e veprimit tënd është lokal, në mahall aty. Që është agenda e armiqve të shqiptarëve, ata të cilët nuk duan të shohin shqiptarët si faktor të fuqishëm politik dhe të organizuar rreth një opcionit fuqishëm politik në rrafsh nacional. Kjo është agenda. Mirë, zotë Ademi, sepse sfidë e vazhdueshme e Bashkimit Demokratik për Integrim, madje edhe thirrje e vazhdueshme e liderit tuaj në çdo paraqitje publike ka qenë që faktori politik shqiptar të etablohet në dy bloqe. Dhe sot i kemi dy bloqe politike. Dhe kjo është një avancimi politik bërjes dhe vetdijes shqiptare. Prandaj në këtë drejtim, në momentin që u etabluan shqiptarët në dy bloqe politike, pra votuesi shqiptar kishte në skenë dy opsione, ju tani po flisni për kërkesat në fakt për një situatë që anti-shqiptarët e kërkojnë këtë gjë. Në fakt, bashkimi shqiptarëve në një koalicion të vetëm. Jo, më keq kuptuat. Sigurisht se ne prapë qëndrojmë se në blokun politik shqiptar duhet kemi dy forcat të cilët garojmë. Dhe këta mirë që janë bo bashkë. Mirë po duke qenë bashkë, si cili prej tyre duke pas një rrezit kufizuar veprimi në mahalla, prap nuk kanë arritur Aleancën Kombëtare për Integrim të amposhtin. Zote Ademi, Tetova nuk besoj që është mahall. Qyteti Tetova është qyteti i selis tuaj. Prandaj nuk mund të cilësoni si mahall. Jo. Prap po vendos një fjalë cilët nuk po i them. Parti qytet. Rrezja e veprimit është aty.
Mendoni që pos BDI-s nuk ka partitë të tjera që janë të mirë strukturuara në nivel vendi? Po jo, ma thuni një që është e strukturuar në nivel vendi, pos BDI-s. Ma thuni ju një. Po tani kemi një opsionin oponentët tuaj. Jo, si parti, ma thuni një, ju i përcjellni zhvillimet politike, ma thoni një që është në nivel vendi. Derisa koalicioni Vlen nuk është zyrtarizuar si parti politike, nuk e di a mund ta quajmë të tillë. Prandaj është problematike, kemi më shumë parti cilët e bërbën një koalicion që akoma nuk po arrin të shkrihen në një parti të vetme, të cilët kanë veprimtari dhe kanë struktura pothuajse në të gjithë vendin. Vleni si opcion politik nuk është parti. Zyrtarisht jo. Po, nuk është zyrtarisht, as formalisht, as juridikisht, prandaj pyetja ime ishte për parti politike e cila është e shtrirë në nivel vendi. Cila është? Lëvizja Demokratike, jo. Alternativa edhe më hiç. Lëvizja Besa, jo. Mirë, po ne po i përmendje veç si parti edhe pse kjo mundet, kjo mundet, Lëvizja Arbëria, kjo mundet tjetë e shtrirë. Në nivel vendi. Po. Po edhe këta janë pjesë e koalicionit Vlen, që sërish duhet ta citoj, zoti Fetaj nga kjo studio tha që edhe ardhja e Lëvizjes Arbëria në koalicionin Vlen e ka thelluar fitoren e tyre. Cilën fitore, me humbjen, besoj se e ka fjallën, a Lëvizja Arbëria pajtona me zotin Fetaja është një vlerë shumë e shtuar e koalicionit Vlen. Dakor, zoti Ademi, çfarë ndodhi në Saraj? Po, në Saraj e keni shembullin klasik ku fiton një kandidat shqiptar me votet e tjerëve. Nëse merr një diferencën për në Këshillin Komunal, edhe votet e VMR-s pastaj për kryetar komune, shihet qartë, po unë këtë s'po e them, zoti Ismaili. E keni dëgjuar zotin Mickovski këtyre ditëve, kur tha kanë sakrifikuar shumë si parti në Çajër, në Saraj, në Teto. I quajti madje si viktima votuesit Maqedonasit. Po, ai publikisht tha se me votet e VMRO-DPMN-s ju jeni bërë kryetar komune. Po pastaj zoti Nikolovski të nesërmen, nën kryetari i parë i partisë, tha zoti Kasamit mos t'i vi turp që me votet e Maqedonasve ka fituar në raundin e parë. Pra na po flasim për diçka që është e vërtetuar, e verifikuar, e konstatuar. Prandaj nëse them se në Saraj shifrat janë kokëforta, shifrat flasin qartë, se me votet e VMR, zoti Muhamet Elmazi. Zoti Elmazi është bërë kryetar komune. Edhe shifrat e thonë, po edhe partnerët e tyre Mickovski, kryeministri e thotë. Kryeministri i vendit e thotë, zoti Nikolovski e thotë. Prandaj kjo është shembull klasik se si dikush bëhet kryetar komune jo me vullnetin e shqiptarëve, po me votet e të tjerëve. Partneritetet të tilla ka pasur edhe në të kaluarën, zoti Ademi, nga rondi i parë që të mbështesin partitë maqedone, partitë shqiptare. Si partitë maqedone? Po, partitë në fakt nga koalicioni qeveritar, një koalicion qeveritar përbëhet pra nga një subjekt politik maqedonas dhe nga një partner shqiptar. A ka pasur mbështetje të tilla të ndërsjell edhe në Sigurisht se ka pasur, mirë po këto në mënyrë transparente për para qytetarëve janë paraqitur. Edhe sot kur them unë se dikush është bërë kryetar komune me vota maqedonësve dhe kundërshtohen për këtë, atëherë këtu ka diçka që nga kush po nga koalicioni Vlen. Nga ata mohojnë, prandaj duhet të del zoti Mickovski, duhet të del zoti Nikolovski që ti thotë, ej, ti e bë me votat maqedonësve, mos u tërpro se e bë me votat maqedonësve, do duhen prap ata votat maqedonësve dhe e kërcënon. Se ata e mohojnë. Ne kemi patur bashkëpunime të cilët janë transparente. Dakor, shembull në komunën e Pllastnicës, çfarë vota kishte zoti Ademi Aleanca Kombëtare për Integrim? Të qytetarëve të Pllastnicës. Të qytetarëve të cilët jetojnë në Pllastnicë. Ka patur për kundër kandidat një partinë turke dhe partia demokratike turke ka humbur nga kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim. Edhe është një nga bastionet e Aleancës Kombëtare për Integrim, edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në Pllastnicë. Edhe nuk është paralelja e njëjtë, absolutisht nuk është e njëjtë. Për arsye se këtu kemi një ndërhyrje të aparatit shtetëror për të shpërbë, ata tentojnë,
organizimin më të shëndosh politik të shqiptarëve, që në këtë rast është Aleanca Kombëtare për Integrim, ku bën pjesë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Prandaj ne jemi të kënaqur me këtë rezultat, që edhe për skaj kësaj ndërhyrje brutale të aparatit shtetëror, shqiptarët nuk u zmbrapsen. Edhe për skaj blerjes masive të votës, shqiptarët që ndruan vertikalisht. Shqiptarët zgjodhen dignitetin, zgjodhen krenarin, zgjodhen nderin, duke votuar Aleancën Kombëtare për Integrim. Prandaj ne sot prape kemi komoditetin që të themi, hajde të shkojmë në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Po, zoti Ademi, mirë po, ato vota që dhanë qytetarët shqiptarë dhe të tjerët për Aleancën Kombëtare për Integrim, ishin të pamjaftueshme për të fituar disa komuna. Po, pajtohem. Ishin pamjaftueshme për të fituar disa komuna, dhe këtu krejt jemi në rregull. Disa komuna, ose thë ndryshe komunat me popullsi më të madhe shqiptare. Po nuk është mbyll gara për Tetova. Dakor. Nuk është mbyll gara për Gostivarin. Nuk është mbyll gara për Kërçova, nuk është mbyll gara për Struga, nuk është mbyll gara për Dibran. Nëse gara për shqiptarët ka përfunduar në Çajër, atëherë gabim e kemi këtë konstatim. Jo, absolutisht. Se me Çajërin as nuk fillon, as nuk përfundon gara të zgjedhjet komunale. Po për shkak edhe të kandidatëve, për arsye se që të dy janë figurat të njohura, përmbar opinionin edhe fokusi i opinionit i medjave ka qenë në këtu. Mirë po zgjedhjet lokale nuk kanë filluar dhe nuk kanë përfunduar me këtë komunë. E mbyllëm diskutimin për komunën e Çajërit dhe tani në Tetovë, zoti Ademi. Si është situata? Keni strategji tjetër për raundin e dytë, sepse strategjia fillestare doli që nuk ishte në anën tuaj. Zoti Rexhepi kaloi në raundin e dytë, mirë po diferenca sigurisht është e lartë. Shikoni, sigurisht se ka strategji, sigurisht se ka një mobilizim në shkalla dhe më të madhe, në degën e Tetovës dhe në shtabin e Aleancës Kombëtare për Integrim, po punohet me intensitet të lartë dhe unë besoj se qytetarët prej përfundimit të raundit parë, deri më tani, kanë arritur që t'i konfirmojnë të gjitha fjalët të cilët ne i kemi thënë paraprakisht. Se këta janë peng i dikuj tjetër. Se këta janë të varur nga dikush tjetër. Se dikush tjetër i udhëheq këta. Edhe prandaj populli atje, qytetarët e Tetovës, kanë mundur këtyre ditëve, pas këtyre qortimeve publike të kryeministrit, ti konfirmojnë fjalët tona. Dhe unë pres që ajo diferencë të zmbrapset përmbyset mes kandidatit tonë dhe kandidatit të Vlenit dhe të shënohet fitore. Jeni optimist në këtë drejtim? Po, pa tjetër. Vërejet, kjo vërejet edhe në teren, vërejet edhe në takime, vërejet edhe prapë shqiptarë nuk pranojnë që të nënshmohen. Të ullet krenaria duke qenë punën e vetë, në të drejtën e vetë, në të drejtën e Zotit. Andaj një shqiptar nuk do të mund të ndihet i përfaqësuar me atë çka përfaqëson Zoti Kasami. Një militant kështu të disciplinuar të kryeministit Mickovski. Gaditu, me një këm, përvesh. Domethënë kështu e kemi situatën atje. Shqiptarët nuk mund ta lejojnë një gjë të tillë. Nuk e pranon, ADN-ja nuk e pranon që të kemi një përfaqësues të tillë i cili është në gjendje çdo gjë të bëj që të siguroj vetëm një ditë më shumë pushtet. Zoti Ademi, kohëve të fundit, në realitet ditëve të fundit, temë aktuale mbar vendin ka qenë komuna e Bërvenicës. Atje për vizitë ishte edhe kryeministri Risjan Mickovski. Po. Tani në garë është pra kandidati i koalicionit Vlen, zoti Haqim Ramadani. Po. I njëjti ka thënë edhe publikisht, për të cilën pasaj është kërcënuar nga kryeministri i vendit, që pra publikisht tha zoti Mickovski që pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, Haqim Ramadani do të shkarkohet nga pozita aktuale që ekziston në këtë përbërje qeveritare. Aleanca Kombëtare për Integrim a qëndron në anën e zotit Ramadani këtë drejtim në komunën e Bërvenicës. Sepse i njëjti ka thënë që i konsideron vëllezër të gjithë votuesit dhe antarët e Aleancës Kombëtare për Integrim dhe ka publikuar edhe pamje ku ka gëzuar një mbështetje dhe një tubim masovik në diasporë.
Zoti Ismaili, ne nuk jemi vleni. Kjo pyetje neve absolutisht nuk duhet të na bëhet. Për arsye se ne nuk jemi si ata të mos përkrojnë kandidatët tanë kur garojnë me të tjerë. Jo nuk jeni vleni, po a do doni të jeni si vleni në pushtet, zoti Ademi? Absolutisht jo. Në qoftë se nuk e kemi mbështetjen e qytetarëve, hiç fare nuk duhet. Dakor. Ne nuk duhet, na nuk e kemi vendin pushtet në qoftë se nuk na votojnë qytetarët, në qoftë se kemi marrë besimin e qytetarëve. Duhet që ndërmë në opozitë të jemi korrektuesi i pushtetit. Prapë të çojmë përpara agjendën tonë dhe të bindim qytetarët se ne jemi opcioni i duhur për ata. E në qoftë se nuk kemi opcioni i duhur, nuk e kemi besimin në opozitë, s'kemi çka lypim qeveri. S'kemi çka lypim ta me na kap përveshje dikush, me na nxjerr dhe me na fut kur të doj vet. Jo. Ne pikëspori vet nuk duhet të turpënojmë, edhe popullin ton shqiptar që gjithmonë ka qenë krenar, nuk duhet ta turpërojmë asisoj. Po flasim për Bërvenicën. Zoti Aqim Ramadani, i cili vjen nga koalicioni i Vlen, në diasporë, a e dini se me kë në shoqërinë e kujt ka qenë? Ka qenë në shoqërinë e kandidatit ton për kryetar komune, zotit Pajaziti, ka qenë në shoqërinë e kryetarit të degës së BDI-s në Bërvenicë. Prandaj po them, nuk duhet fare kjo pyetje neve të na parashtrohet për arsye se ne jemi ballë lartë para opinionit. S'kemi standarde të dy fish. Pra nuk keni hakmarrje politike dhe pse një mbështetje të tillë nuk e morrët nga koalicioni Vlen në komunën e Butelit? Vllaçko, ne prap nuk jemi vleni. Prap po e them. Ne nuk jemi si ata. Ata në qoftë se kanë degraduar e kanë devalvu çfarëdo lloj përfaqësimi dinjitos, ne nuk krahasohemi me ata. Ne krahasohemi me veten, ne krahasohemi me krenarinë tonë kombëtare. Ata në Butel bën çmos që Darko Kostovski, kumbara i Johan Tarçullovskit, të fitoj zgjedhjet që në raundin e parë. Dhe e fitojnë që në raundin e parë. Madje edhe në Luboten 400 sa vota ja siguruan Darko Kostovski. Qytetarë të intervistuar mbas e keni dëgjuar që kanë thënë që i kemi dhënë ato vota për shkak të dëshpërimit që e kanë përjetuar nga indiferenca Bashkimit Demokratik për Integrim. Gjithmonë ka një arsye. Kur do diçka me arsyetu, gjithmonë e gjen një arsye. Asfalti elektoral, dyert e hyrjes elektorale, bekatonizimi tinëzisht natën, ujësjellsi elektoral, premtimet boshe elektorale, gjithmonë e gjen një arsye. Po faktet janë kokëforta, unë çka po flas janë fakte. Vlen i dhuroi kumbarës së Tarçullovskit, Darko Kostovskit, mbi 400 vota në Luboten, aty ku është bë masakra e Lubotenit. Edhe kjo është qëndrimi Vlenit, nuk i fajsoj banorët e Lubotenit, po i fajsoj këta të Vlenit të cilët madje e bën punën që mos të kenë e fare kandidat në komunën e Butelit. Për çështje administrative, po për çështje. Dakor, ne kemi kërkuar sqarime dhe llogari nga përfaqësuesit e koalicionit Vlen sepse nuk e kanë nxjerr kandidatin e tyre. Po mirë, a është normale tregoni, a është normale që një kandidat i vetëm shqiptar lëre atë çështje administrative, teknike, a qëllimisht unë mendoj se nuk kanë nxjerr kandidat, po e lënë këtë anësh. I vetëm shqiptarët dhe Darko Kostovskin ta kapin për dore, ta çojnë në Luboten, ti mashtrojnë qytetarët atje, këta përfaqësuesit e Vlenit. Unë për Vlenit e kam, nuk e kam për qytetarët. Ju zoti Ademi pak para theksuat që ju nuk i fajsoni qytetarët e Lubotenit, por ata ju fajsojnë juve. Si parti politike? Dakor, po, si parti politike, ata e fajsojnë Bashkimin Demokratik për Integrim nga ato intervistat të cilet janë realizuar me qytetarë të kësaj zone. Megjithatë, jo vetëm mbesim këtu sërish, po nga kjo studio, kur e kemi pyetur zoti Mexhidin që a do ta mbështet kandidatin e AKI-s në Butel, ka thonë po, i të kalojmë natet partijake, vetëm nëse na ofrohet mbështetje ndërsjell edhe në komuna tjera duke potencuar pikërisht komunën e Bërvenicës. Zoti Ademi, nëse ju fajsoni qytetarët, a janë viktimë qytetarët të një mos të kalimit të barrierave partijake që tuleni dhe të bisedoni të mirë një vesh për këto çështje? Nuk e cituat mirë zotin Mexhidi. Kur e keni pyetur, se i kam parë sjellë çdo qendrim,
kur e keni pyetur se a do ta mbështetni kandidatin e vetëm shqiptar në butel. Ai ka thonë ne jemi të hapur për ta mbështetur. Nëse Aleanca Kombëtare për Integrim e tërheq kandidatin e vet nga Kërçova, pra mendoj ne shkojmë në rondë dytë dhe jemi fitues potencial, favorit kryesor për ta fituar Kërçovën, kërkon diçka që nuk realizohet për ta mbulu turpin e vet, që po e mbështet Darko Kostovskin. Edhe nëse e dyta ka thonë Aleanca Kombëtare tërheqet nga Bërvenica. O mor vlla, na në Bërvenicë jemi të bëu fushat para qem Ramadanin. Po ky turpi i këtyre të Vlenit që e kapën për dorë Darko Kostovskin dhe mbështetën që në raundin e parë. Ku do të shkojë? Me çka do të lahet ky turp? A ka diçka që e lan këtë turp? Nuk ka. Prandaj ka agravu, ka degradu përfaqësimi i këtyre oponentëve tanë që ja bëjnë shqiptarit në emër të shqiptarit. Zoti Ademi, a qytetarët e Lubotenit, edhe çdo qytetar, është një rregull cilën unë e respektoj. Qytetarët edhe kur gabojnë kanë të drejtë. Edhe në këtë rast. Qytetari gjithmonë ka të drejtë. Deklarativisht që thoni, por gjithmonë ka të drejtë, po këtu nuk e di se sa aplikohet kjo në praktikë. Qytetari gjithmonë ka të drejtë. Sepse hakmarrja më e madhe sërish bëhet ndaj qytetarëve. Jo. Megjithatë praktika e ka dëshmuar edhe në të kaluarën. Këtë drejtim. Zoti Ademi, a prisni përkrahje nga koalicioni Vlen në komunën e Kërçovës, sepse në fakt ajo çka nëse na lejohet ta quajmë për në fakt tingëllosje e tillë acarimi mes partnerëve VMRO Vlen, erdhi pikërisht pasi në komunë kryetari aktuali komunës së Tetovës dhe kandidati zoti Bilal Kasami nga një studio televizive nga Shqipëria ka thënë që po ne do ta mbështesim kandidatin shqiptar që ka shkuar në raund të dytë në komunën e Kërçovës. E pastaj çka ndodhi pastaj deklarate? Kabineti pastaj zoti Mickovski filloi ti qortoj. Filloi ta shpreh pakënaqësinë e tij që e cilësoi se nuk është një shkëmbimi ndërsjellë të ndihmës që ua ka dhënë VMRO DPMN dhe nuk po e merr të njëjtin nga Vleni. Po urdhëroni zoti Ademi, unë po ju pyes juve. Pastaj pat kumtesë nga Vleni, me çka më një herë me shpejtësinë e dritës e demantuan Bilal Kasamin. Pastaj pat prononcim nga kabineti i zotit Kasami, e keni në Kanal 5, në lajmet e të nesërmes. Ku kabineti thot ajo deklarate zotit Kasami është një inqizim i vjetër, dashton ashtu ta kalojnë në opinion, por nuk kaloi, por nuk bëhet fjalë për tash, por për një inqizim të vjetër, a ne si koalicion Vlen dhe zoti Kasami si pjesë e koalicionit Vlen dua lë strukturave lokale, se diçish dalë prej situatës. Prap kjo nuk mjaftoi. Del prap me komunikatën e dytë koalicioni Vlen, edhe ku nuk e mbështesin kandidatin shqiptar në Kërçovë. Ata po tjetë në dorën e këtyre liderëve të Vlenit, do të bëhen bashkë me VMRO-n, me Levicën, se ky kandidati i VMRO-s në Kërçovë falenderoj Levicën, LSDM-n, tash do t'i falenderoj edhe këta të Vlenit, mirë po populli nuk do t'i dëgjoj. Por vlla, këta kanë shkalluar. Këta e kanë humbur kontaktin me realitetin dhe populli në Kërçovë do di ta bëj dallimin, pavarësisht se Bilal Kasami sot i thret për me votu atë kandidatin e VMRO-s. Pavarësisht se dalin ta liderët e Vlenit me komunikatat përditshme për të sanuat patriotizmin thojza të Kasamit të një televizion në Shqipni. Kjo është për turp. Unë se di, ne problemi është si shoqëri do t'jetë e ne, abedim. Apo rrezikohet për shumë do t'ja deve? Po e normalizojmë patriotizmin e rrënjshëm, gënjeshtën e rrënjshme, turprimin publik, po e relativizoj, se për çështje fushate po ndodh kjo. Jo mërë zotëri, duhet të ketë përgjegjësi, unë mbaj llogari për secilën fjalë që e tham këtu e ku do qoftë që të shkoj. E mbaj llogari, s'du të them fjalë që s'mund t'i dalë zot atyre fjalëve. Këta, do më thonë, fare nuk e mendojnë këta. Edhe unë kërkoj edhe nga gazetarët, nga shoqëria civile, a do të vendosim ndë një standard ne, a ka do të shkojmë? A do të vendosim ndë një standard ne për përgjithësinë për fjalën publike, për premtimin publik? Edhe
pastaj për demantimin e vetës që e bëjmë vazhdimsi. Mbase, zote Ademi, kjo kjo nuk mund shkoj kështu. E të qenurit në opozit, po në gjallë që ka reflektuar më shumë që dhe ju si Bashkim Demokratik për Integrim dhe si eksponent publik me një bagazh të gjatë të angazhimeve që i keni pas në pozicion ndryshme, ta kuptoni më shumë edhe rëndësinë e fjalës publike dhe asaj çka e quajmë si diskurs publik. Zoti Ademi, kur jemi te Kurshova, po jo më këtë kemi treguar seriozitet çdo herë. Jo vetëm përpara opinionit, po edhe në takimet të cilat nuk janë përpara opinionit. Por mos kontribuar dhe të përsërisim fjalët e njëjta sepse ju keni treguar, por oponentët tuaj e vlerësojnë të kundërtën, prandaj mos ndodhet që po e relativizojmë këtë formë. Po nuk është e rëndësishme çka mendon oponenti, është e rëndësishme se si qëndron e vërteta. Nëse këta thonë nuk ka qeveri pa ndryshime kushtetuese, futën në qeveri pa ndryshime kushtetuese, në programe kanë. Ku është përgjegjësia për fjalën edhe premtimin e thënë? Nëse këta thonë presidenti do të zgjedhet në kuvend, ne do ta bëjmë këtë kur do të jemi në qeveri. Ku është kjo? Nëse këta thonë formulimin 20% në programin e vet publik, thonë do ta hekim më një herë sa posa të futemi në qeveri. Sot as që diskutohet për këtë. Ku është përgjegjësia për fjalën e thënë? Nëse këta thonë se do të kenë edhe ministri diasporës, ndërsa diasporën e fshin, e shlyen nga çfarë do lloj për llogaritje, edhe për numrin e këshilltarëve, edhe për ndihmën financiare. Po për këtë ju akuzojnë juve, zotë Ademi, realizimi e regjistrimit të popullsisë në 2021 ju keni qenë. Po, a ka mundësi? Ku ajo prapashtesa si qytetar jo rezident është marrë në pajtueshmëri me juve. A ka mundësi më vëllai të përgjigjem? Po, patjetër. Po, se kam qenë edhe aktori drejt për drejt, edhe në hartimin e ligjit, edhe gjithë shka tjetër, po e di, si mërë vëllai regjistrimin e kemi bën 2021-shin, apo? Po, sakt. Edhe aty pas tentativës së dytë, sepse një herë... Po, në 2011-ën ka pas. Jo, në 2021-shën u shtyë regjistrimi. Po shkak se u takuan dy oponentët politik maqedonas dhe e shtyën e regjistrimin pa u konsultuar me juve. Po regjistrimi diasporës, jo, si pa u konsultuar me neve, edhe me dakordancën tonë. U takua zoti Zaev me zoti Mickovskin dhe e shtyën për 6 muaj, atëherë kur intensiteti diasporës për të regjistruar ishte shumë i lartë. Edhe nuk u ndërprej regjistrimi diasporës, madje u shtyja fati edhe më tepër për regjistrim të diasporës. Edhe regjistrimi u morë si relevant, ndërsa shtyrja e regjistrimit në kohë të koronas, jo në prill, po për në shtator, është bë me lejen tonë, mos zotni, se s'ka mund pa lejen. Në takim ka qenë vetëm zoti Zaev. Po më në takim, po ai takim ka pas pauzë, pa thënë Ali Ahmeti, po s'ka mund shtyjet ajo. Kjo publikisht është e thënë edhe prej zotit Zaev, edhe për zotit Mickovski. Kur merren vendime të tilla, nëse të kushtohet koha e pauzës, i bie që është shumë relevante kjo. Jo, është shumë relevante për arsye se me agent prej përpara të dakorduar, kryeministri ka shkuar në atë takim. Edhe se mos ta devijojmë. Mos bëjmë digresion. Jo, se ma përmendet regjistrimi. Dakor. Ta mbyllim. Edhe me regjistrimin e vitit 2021 ne dolëm 29 prej se 5, apo? Dakor. Po, edhe popullsia brenda vendit. Pika 5.3 e metodologjisë thot numri gjithëmbashëm i popullsisë. Ende janë në fuqi kjo pikë. Përfshin popullatën rezidente dhe jo rezidente, dhe ne 29.5. Si mora bedim? Si mor 2021-shin e logaritmi 29.5, 2022-shin logaritmi 29.5, 2023-shin logaritmi 29.5, 2024-shin logaritmi 29.5, dhe vjen kjo qeveri në ditën e parë në ban 24.3. Si mor ne t'jemi fajtor për këtë punë? Si mor t'jemi fajtor ne për këtë punë? Kjo e vetëm një alibi, një kështu hedhje boshe fajt tek ne. Si mërë për 2021 dërë 2024 ne logaritemi 29.5 dhe del Minqeve thot shqiptarët i kam zoglu, i kam bo 24.3. Si mërë ne t'jemi fajtor për papërgjithësinë e këtine. Po, ata ju cilësoj fajtor për fikën e grafës jo rezident, në këtë segment unë e përmejtë. More, tash, edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, vendimi gjykatës kushtetuese pohon gjithë shka ne kemi bërë për 4 vite. Se thot s'mund të ketë kategorizim rezident dhe jo rezident. Dhe një ndarje këtil, një kategorizim e këtil, nuk mund të ketë pasoja gjatë krijimit politikave e kështu me radhë.
Dhe këta përsëri vazhdojnë me atë kryenësi, duke mos respektuar as vendimin e gjykatës kushtetuese, as kur gjë tjetër. Simër t'jemi na fajtor për pafuqinë e tyre politike dhe për damin e madh, tradhtinë e madhe që po bëjnë shqiptarëve tash. Po, pastaj, se ishim te programi. A thanë se Ministrinë e Punëve Brendshme do e kenë? Një nga dy funksion. Jo, këtë pjesë do ta diskutojmë pjesën e fundit, po jo, e di çel një fjali edhe e rumbullakso. Unë këto fakte nga programi vetëm ua përmenda për të pa përgjegjësinë totale të këtyre vlenit, ku jemi mosh si shoqëri që të vendosim një standard premtimit publik përballë qytetarëve. Del Kasami sot thot e mbështes kandidatin e AKI-s në Kërçov, ende pa u kthy prej Shqipnisë, e qorton kryeministri, dalin me kumtes, thonë ka qenë deklarate moçme për ta hutu opinionin Maqedonas. Madje përmendi disa përgjime për zotin Deari. Po si mund ta gëlltisim ne si shoqëri? Ku do të shkojmë kështu? Kfo vadis, a? Ka po shkojmë kështu? Që fare ta relativizojmë, hajde se ka ndërru qëndrim, hajde se për çështje elektorale, hajde se për çështje vota, hajde se njëjtë janë gjithë, nuk jemi të njëjtë gjithë. O, zotri, nuk jemi të gjithë njëjtë. Nuk tham fjalë të cilës nuk mund t'i qëndrojmë mbrapa. A kam thënë se dua zgjedhjet parakoshme parlamentare, para zgjedhjeve lokale. Edhe pas zgjedhjeve lokale, unë po them zgjedhjet parakoshme parlamentare. Ju po thoni që nuk jeni të gjithë të njëjtë, po para tha që të gjithë kanë dalë prej jush. Po ne mos ndalemi te këto tema qendrore. Ne mund të jemi një familje me një shtëpi, po prapë edhe brenda një familje nuk jemi ne. Keni dallime, sigurisht. Megjithatë, kur jemi tek zgjedhjet lokale dhe raundi i parë, çfarë ndodhi zoti Ademi në Gostivar dhe në Vrapçisht? Sepse në mbrëmjen e kumtimit të rezultateve nga KSZ, nga kjo studio, kanë pas dy panele analistësh, ku mes tjerash është ngritur edhe një paralele apo një dyshim beat që ka pas mundësi të ndodhë një bojkot për brenda koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim. Jo, për bojkot brenda koalicionit. Për mos arritjen e cenzusit. Po, për bojkot brenda koalicionit as që bëhet fjalë, po pikë së pari bëhet fjalë për mos pastrimin e listave zgjedhore. Paramendoni prej vitit të 2021 mbi 5.000 votues ka më tepër në Gostivar, ndërsa për 5.000 më pak ka në manastere në vende tjera, se bëhet ata të cilët kanë ndërru jetë, do duhet bëhet pastrimi i listave. Pra për 21 vota nuk është arritur cenzusi në Gostivar. Mirë po dallimi, zoti Ismaili, dallimi është i madh. Në më thonë, 16.000 apo 17.000 ka kandidati AKI-s me 4.000 kandidati i Vlenit. Pro Gostivari bastion është i Aleancës Kombëtare për Integrim. Në Vrapçisht, prej përpara ka ekzistu një rrezik, për hir të vërtetës. Prej përpara e kemi diskutu këtë çështje. Se ka një rrezik duke marrë për bazë zgjedhjet parlamentare 2024. Edhe atëherë nuk është, po të kishin zgjedhje lokale, zgjedhjet parlamentare të vitit 2024, nuk do të kishte arritje të cenzusit. Mirë po se ndodh që Vleni bashkë me partnerët e vetë, me qëllim bojkoton që fare mos të arrijet ai cenzus, një gjë të tillë, ç'është e vërteta, nuk e kemi parashikuar. Vetëm atë ditë, kur brenda ditës, do me thonë, që në paradite, pam se diçka nuk shkon, dhe pam se ka direktiv që këta të Vlenit mos dalin të mbështesin as kandidatin e tyre që është avokati Nikola Gruevskit ka qenë. Ky që është kandidat për kryetar komune në Vrapçisht, ka qenë avokati Nikola Gruevskit. Dhe tani është kandidat i Vlenit. Po edhe aty dallimi është i madh apo është 6.000 sa me 500 diçka. Edhe Vrapçishta, do më thënë, tash kur të përsëritën zgjedhjet, as që diskutohet se kush do të jetë fituesi në Gostivar, as që diskutohet kush do të jetë fituesi në Vrapçisht, to do i përkasin Aleancës Kombëtare për Integrim. Çfarë po ndodh në qytetin e Strugës, zoti Ademi? A jeni të kënaqur me rezultatin e zotit Dalipi? Po, jemi të kënaqur me rezultatin e zotit Dalipi. Ju një kalkulim të thjesht të votave të Vlenit. Pra, zoti Qyra, pse i themi, unë i them se është kandidati vëmëros, edhe për një arsye më tepër. Më lejoni, vetëm të shpjegojmë deri në fund. Se Vleni
në Struk ka 4.000 vota. 5.000 diçka ka VMRO. Dhe që të dyja zbashku bëjnë 9.000 ca, janë votat zotit Qyra. Që nësë që se shikojmë edhe proporcionalisht kontributin, se kush ka dhenë kontribut ma shumë për zotin Qyra, që të ketë një rezultat të tillë, VMRO ka ma shumë kontribut. Edhe prandaj ka edhe një arsye më tepër, sepse e konsiderojmë si kandidat i VMRO-s. Tash në Struk, edhe gjatë ditës së djeshme, jam dëgju edhe me shefin e shtabit, jam dëgju edhe me kryetarin e degës, jam dëgju edhe me zotin Lloga, ka një mobilizim edhe më të madh. Aq më tepër i ka irritu kalimi edhe publikisht i zotit Merko në radhat e VMRO-s dhe Vlenit. Pra, aq më tepër, ekziston një entuziazëm edhe më i madh në Struk, dhe se qytetarët do e bojnë dallimin. Unë besoj se VMRO nuk do të arrit mobilizoj të nxjerrë votues paq sa nxjerrin në raundin e parë, për arsye se ata kanë pas interes që të dalin, të votojnë listën për këshilltar, që është lista e tyre, ka qenë. Tash, kur është një garë mes zotit Dalipi dhe kandidatit të VMRO-s, besoj se nuk do t'jenë po aq të motivuar, sa kanë qenë motivuar në raundin e parë që të dalin e votat. Pra, e shihni si një përparësi për qenë e përsi. Plus edhe Mërgata është duke organizu, Mërgata e Strugës që kur po e merr pjesë. quani zoti Qyrën, kandidati VMRO do po mënes për shkak të atë që po e thoni deklarativisht që në mënyrë të faktuar votat e VMRO. Jo, kjo është vetëm një nga arsyet. Dakor. Se ka arsyet edhe të tjera. Sipas jush. Po zoti Ademi a ka pasur vota maqedonase në anën e zotit Dalipi, që kanë votuar për zoti Arsim Dalipin. Prandaj se nga viti i kaluar, kur votës i jepet në ngjyrim etnik, siç i dhanë edhe koalicioni Vlen, të cilët thirrëshin në një koalicion të pastër shqiptar, do thotë mbase kjo është një çështje që e etnizon votën, po edhe kontribon në shtimin e çarjeve apo tensioneve ndëretnike. Pse do duhet që përkatësia e votës apo qytetarit që voton ta identifikojë edhe kandidatin për cilin voton? Ne kërkojmë votat e qytetarëve në çdo komunë, apo pa dallim. Sakt. Mirë, po këtu çështja thelbësore është se kush është sponsorizuesi i ndonjë kandidature. Kush është propozuesi i ndonjë kandidature. E po këto janë çështje të brendshme, nga e dini ju se kush ka qenë propozimi kujt të zotit Qyra, zoti Ademi. Po janë çështje të brendshme partijake. Derisa zoti Qyra del para publikut pa logo partijake, nëse dojmë ta relativizojmë, okej, po e mbyllim këtu, domethënë me temën e Strugës. Nuk e kuptoj zoti Ademi, jo çdo kundër argument është relativizimi i situatës. Jo. Unë vetëm po parashtroj pyetje. Po të përgjigj. Pas zotit Qyrës nuk ka asnjë logo partijake. A ka mundësi të përgjigj? Po i kene fjalën publike të kryeministrit Mickovski. Që kryeministrit thotë, e kam inkurajuar, kam folur, kam biseduar edhe me koalicionin e Vlen, që zoti Qyra të jetë kandidat. Si i pavarur do të mund mobilizon të më tepër vota, prandaj ka dalë i pavarur, po e kam mbështetjen time. Thotë zoti Mickovski, se unë kam raporte shoqërore, familjare, po dhe profesionale me zotin Qyra. Kështu thotë zoti Mickovski publikisht. Zoti Mickovski të njëjtën ka thonë edhe për zotin Mexhitin që ka mbështetje të plotë. Po jo, s'po flasim vetëm për mbështetje, po flasim edhe për raporte shoqërore, familjare, personale, edhe profesionale në fund, thotë zoti Mickovski. Pra, këtë e cilësoni bazë të mjaftueshme? Po jo, e fjala publike e zotit Mickovski. Po kjo është e faktuar edhe me rezultatin. Shikoni rezultatin, shifrat janë kokëforta, nuk gënjejnë shifrat nga të rast. Edhe qytetarët e Strugës, çdo fjalë që po e them unë tash në këtë moment, e dinë se është kështu. Kam përgjegjësi për çdo fjalë që e them. Zoti Ademi ka pasur akuzat që Aleanca Kombëtare për Integrim është duke bashkëpunuar me të majtën e hapasjevit. Si përgjigjeni këtyre akuzave? Po si ta mbulojnë turpin e vetë? Kjo, sigurisht se një gjë e tillë nuk qëndron, sigurisht. Si ta mbulojnë turpin e vetë që Mickovski i qorton u atërheq veshin publikisht, me Maksim Dimitrievskin, që i quan Liza në botën e çudirave, që shqiptarët i zvogloj, që ka marrë pjesë në promovimin e librës
kundër UÇK-s, ku UÇK-ja cilësohet si organizatë terroriste. Edhe publikisht thot, po, kam djerë kënaqësi që kam marrë pjesë në promovimin e atij librit. Se edhe ju vinim nga i qytet. Edhe i dini, edhe tash, kur erdhën këto akuza, hajde, pasi pat një shtrëngim duarsh me Maksim Dimitrievskin. Edhe tash për ta mbuluar turpin e vet, dalin me shpifje gjoja se Apasjevi. Po, se e pat kjo në komunën qendër, Labudović, po nuk lanë sërbe pa e përkra, pa e mbështet. Zoti Mexhidi dule edhe me atë i shtrëngoj duart. Po nuk lanë prej Stojlković, Dodike, nuk lanë sërbe pa e përkra në këtë shtet. Botën sërbe gjithandej. E tash do të tentojnë këta përmes një propagande, ta mbulojnë atë turp të cilën s'mbulohet dhe nuk lahet. Nuk lahet. Prandaj kjo nuk qëndron, po kjo është tentative tyre dëshpëruese për ta defokusuar opinionin nga e vërteta, që me Labudovićin, Stojlkovićin, Maksimin e tjetrin, këta ju funksionon për 2 minuta mirën vesh. E shesin shqiptarin si asgjë. Zoti Ademi, para një dite, koalicioni Vlend doli në mbështetje të zotit Sadiku si kandidati pavarur në komunën e Studeniqanit. Aktualisht ju në randë të dytë, Aleanca Kombëtare për Integrim shkon në randë të dytë me zoti Ejupa Bazin. Tani që koalicioni Vlend është rreshtuar pas kandidatit të pavarur, është rrezik komuna e Studeniqanit për juve? Do të ketë garë, ne qëndrojmë fuqishëm prapa kandidatit tonë, po me rëndësi këtu është se në garë vleni më nuk është. Dhe ata janë irrelevant në Studeniqan. Në Studeniqan garë do t'jetë mes Aleancës Kombëtare për Integrim dhe kryetarit aktual, si kandidati i pavarur, dhe se sigurisht ne qëndrojmë fuqishëm pas kandidatit tonë. Në një garë ku vleni nuk ekziston fare. Zote Ademi, ju vini nga zona 2, nga qyteti Kumanovës dhe Likovës, a janë realizuar pritshmëritë e juaja për këtë rezultat që keni arritur saktësisht në qytetin e Kumanovës dhe në komunën e Likovës? Sigurisht se po. Është ndër 3 apo 4 rezultatet më të mira në nivel shteti. A i bie që BDI duhet të zhvendosë linjën e partisë nga Tetova në Kumanovë? Ne nuk jemi njerëz të cilët përkrajmë ide të krahinave, të mahallave, qyteteve. Ne jemi për një organizim të shëndosh politik të shtrirë në nivel nacional, në krye me Ali Ahmetin. Kështu që me Ali Ahmetin në krye, me Kumanovën dhe Likovën mbrapa e me shqiptarët në anën banë Maqedonisë mbrapa Ali Ahmetit, tentojmë që ta çojmë përpara agjendën tonë, e cila na mban me dinjitet, me krenari vertikalisht. E nuk na i përdos dinjitetin, nuk na i thën shtyllën kurrizore. Ai është Ali Ahmeti, me Ali Ahmetin përpara. Zoti Ademi, në këtë drejtim, nga gjithë rezultati që ka dalë aktualisht vetëm në randën e parë që diskutuam për gjitha komunat veç e veç, në cilat komuna ka fituar bindshëm Aleanca Kombëtare për Integrim dhe cilat komuna kështu në mënyrë shumë të qartë dhe koncize ti precizoni komunat ku Aleanca Kombëtare për Integrim ka fituar mirë. Unë disa këtu i kam, por nuk janë të gjitha. Për shembull në Bogovina kemi në Këshillin Komunal fitore, në Vrapçisht fitore, në Gostivar fitore, në Plasnic fitore, në Saraj Këshillin Komunal fitore, në Struk fitore, Studeniqan fitore, në Qashk fitore, në Kumanov kemi fitore, në Shutorizor fitore, në Butel fitore, në Hasanbek, komunën e Gazibabës fitore. Do më thënë, numri i komunave ku ne kemi fitore është 22. Numri i komunave ku kemi patur për oponent vlene. 22 komuna kemi. Numri i fitoreve është. Prandaj jemi shumë komod dhe jemi të kënaqur, Pra po e them, 200.000 vota me i marr Aleanca Kombëtare për Integrim, unë jam prap i pakënaqur. 200.000, jo 114.000. 200.000 me i marr, unë them se si bëm 250.000. Zote Ademi, pak para kur diskutuam për komunën e Bërvenicës dhe ju deklaruat që po bëni një akt që duhet ta bënin edhe vleni për mbështetje të
kundër kandidatit oponent. Zgudzojnë, nuk gudzojnë se i kapin përvesh. A ishte kjo qasje e njëjtë edhe në komunën e Qashkës, ku për herë të parë fiton një kandidat shqiptar? Sepse nga koalicioni Vlen e konsiderojnë kryetarin aktual të zgjedhur në komunën e Qashkës edhe i tyre është. Madje thanë është çështje ditësh kur do të kaloj tek ne. Kështu thanë, se i ndëgjova çka thanë. Kjo është papërgjegjësia totale në fjalën publike. Prandaj ju si gazetar, po i kisha bë thirrje gjithë shoqërisë, na monitoroni bre, se çka po flasim. Se kur të them unë do e bëj ministrinë e diasporës, se kur ta shlyj diasporën, mos të kem fytyrë më të ulem në një studio televizive ballë për ballë me gazetarin. E këtu sa i përket Qashkës, kjo është e vërteta. Në Qashkë, banorët e Qashkës janë bashkuar për skaj presioneve të Vlenit, strukturave të vetë lokale atje, që dalin me listë veçantë dhe me kandidat veçantë. Deri në ditën e fundit. Madje, nëpërmjet telefonit ju kanë thënë se do të jenë të përjashtuar nga partia. Po falë vetdijes lartë kombëtare të atyre banorëve atje në Qashkë. Nuk kanë pranuar direktivat këtilla dhe janë bë bashkë, kemi bërë bashkë listën për këshilltar, janë inkorporuar në listën për këshilltar edhe strukturat lokale atje të Vlenit dhe kemi dalë fitues në një komunë e cila e ka rëndësinë e vetë edhe strategjike, po edhe simbolike. Dakor. Zoti Ademi, ju vazhdimisht po na bëni thirrje dhe në fakt edhe po na sugjeroni që ne ti mbajmë për fjalë. Po dakor, në këtë moment më kujtohet një sekuencë ku ju ishit ministër i arsimit dhe ju premtuat që do ta bëni ndërtimin e gjimnazit shkollës së mesme në Kumanov, nga qyteti prej ku vini edhe ju, por nuk e bët zoti Ademi. Sepse jemi krejt në fund. Po. Edhe tash, unë gjithmonë kam thënë se projektin e let na i dorëzojnë. A e dini se edhe sot e kësaj dite, me firmën e ministrit BDI sa i gjimnaz është bë. Zotit jeton shoqëri. Që e pasardhësi ime. A e dini se edhe sot e kësaj dite Maksim Dimitrievski nuk ka dorëzu projekt, nuk ka bë projekt, nuk ka harxhu mjete buxhetore për një shkollë shqipe. Sepse në Kumanov ky projekt proklamohet si projekti Maksim Dimitrievski dhe koalicionit Vlen. Po si? Kush ka nënshkruar kontratën, kush e realizoi, kush ka ndar buxhetin, kush e ka planifikuar? Ajo është planifikuar që në kohën time. Mirë, po Maksim Dimitrievski refuzonte të dorëzonte projekt. E si ta realizoi unë pa e dorëzu projektin? Dakor, ama mjetët kanë qenë të ndara. Edhe jeton Shaqiri, bashkë me jeton Shaqirin, ministrin, unë kam qenë disa herë me i vëzhgu punimet aty, dhe po jetësot këj projekt. E tash pëse del, këta dhe për në Qashkë, mërë thujnë merita e këtën vëja fitore, na kemi fitu. Ti rëmbejnë, ti marrin meritët, edhe për këtë emision tonë, nuk jetë ti meritori, ata janë meritori se ata po e udhëheqin një politik, aqë mirë sa që ti më njërë sukseshme po e udhëheqin emisionin. Këto sofistikum janë këtë drejtem. Nuk besoj se shkojnë deri në këtë pikë. Zotë Ademi, me që jemi krejt në fund, Lidhja Social-Demokrate ka pranuar humbjen dhe disfatën nga këto zgjedhje lokale dhe ka pranuar që do t'i nënshtrohen në reforma të thella brenda partijake, si parti opozitare në kampin Maqedonas. Deri në këtë momente, në kampin shqiptar, e themat e përsërisa që e thash fillim, situata akoma mbetet kaotike, ku Aleanca Kombëtare për Integrim thirret fituese e zgjedhjeve lokale duke u bazuar në numrat që janë konkrete të qartë të çastshëm edhe për publikun. Nga ana tjetër koalicioni Vlen thirrën se janë gjithashtu fitues të zgjedhjeve lokale, pra për herë të parë në historinë e vendit përfundon raundi i parë i zgjedhjeve lokale dhe nuk kemi një humbës, po megjithatë. Jo, s'kemi pas humbës në 2024. Demokratik për Integrim. Ato festonin humbjen. Vujnë nga sindromi Gazimestanit. Ta parashtroj sepse tani pyetjen e fundit jemi krejt në fund. A planifikon Bashkimi Demokratik për Integrim të fillojë reforma brenda partijake? Po gjithmonë Bashkimi Demokratik për Integrim ka patur gjaktëri në radhët e veta. Gjithmonë kemi qenë në reforma të vazhdueshme. A më konsideroni mu se jam i ri? Personalim. Nëse mu më konsideroni se jam i ri, atëherë unë jam nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim dhe zëdhënësi i Ali Ahmetit. Po Faton Ahmeti në Tetov, po Valdit Xhaferi në Gostivar,
po Faton Pollozhani në Struk, po Erkan Arifi në Likov. Këta nuk janë të rinj, po gjithmonë se cila parti politike duhet të jetë në ndryshime të vazhdueshme për të arritur performancën e vetë. Dhe ato ndryshime të vazhdueshme e kanë karakterizuar Bashkimin Demokratik për Integrim. Zotë Ademi, me këtë përfundojmë, ishte kënaqësi dhe faleminderit që ju kishim në studio. Faleminderit shumë edhe një herë për ftesën, kënaqësia ishte e imja. Ndërkaq me juve shikues të nderuar, deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje, ku ne do të vazhdojmë të ndjekim edhe raundin e dytë të zgjedhjeve lokale.